Pas akteve të dhunës të regjistruara para ambienteve të Parlamentit të Shqipërisë, 19 persona janë arrestuar dhe ndodhen në paraburgim. Përveç prishjes së rendit, bllokim të rrugëve dhe shkatrim të pronës, protestuesit kanë qelluar me gur efektiv të policisë së shtetit dhe me vezë deputet të kuvendit. Mes të arrestuarve është edhe një prej organizatorëve, si dhe një protestues për shkak se ka goditur një gazetar gjatë detyrës. Konkretisht, të arrestuarit akuzohen për veprat penale shkatrim prone, kundërshtimi punonjësit të policisë, goditje për shkak të detyrës, prishje rendit dhe qetësisë publike, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, mosbindje ndaj urdhrit të ligjshëm të punonjësit të policisë dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit. Protestuesit u mblodhën përpara hyrjes kryesore të Parlamentit para nisjes së seancës, me qëllim pritjen e deputetëve me thirrjet nuk na përfaqësoni dhe deputet të shitur. Seanca u bojkotua nga deputetët e PD-s, ndërsa socialistët u rrethuan brenda në kuvend pasi protestuesit bllokuan daljet në pritje për t'i qelluar me vezë. Pas ikjes së deputetëve, revolta vjoi me policinë, të cilët u qelluan me gur. 15 prej tyre përfunduan në spital me dëmtime për shkak të goditjeve. Protestuesit shkulën pllaka guri nga trotuaret për t'i hedhur në drejtim të efektivëve, hoqën hekurat rrethues si dhe shkatruan edhe një automjet të policisë.